Nis në Novosel zbatimi planit operacional të evakuimit të banorëve që janë në zonat e rrezikuara nga lumi Vjos. Një rol të rëndësishëm po jep policia i qarkut të Vlorës në këto operacion special. Në drejtimin e drejtorit të policisë Elidon Çela dhe në drejtorit shpëtim Hasan Aliaj, po zhvillohen operacionet e evakuimit dhe prioriteti jepet shpëtimit të jetëve njerëzore. Televizioni 6+1 Vlora ka ndjekur ekskluzivisht një operacion evakuimi, ku angazhuan forcat e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës, që u shoqëruan deri në destinacion në drejtimin e numrit 2 të policisë shpëtim Hasan Aliaj. Punonjësit e policisë organizohen, marrin urdhrin dhe hipin automjete për të shkuar në destinacion. Ndërhyrja bëhet në zbatim të ligjit për mbrojtjen civile, planit kombëtar të emergjencave civile, planeve vendore të emergjencave civile, si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet dhe rrezikut të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, ndërsa është duke u kryer procesi i evakuimit të menjëhershëm të banorëve. Forcat e policisë së qarkut të Vlorës të nisura nga qendra njësisë administrative të Novoselës ndalojnë pranë shinave të trenit, aty ku ndodhen 2 banesat që kërkojnë ndihmë. Koordinimi bëhet nga nëndrejtori policisë së qarkut shpëtim Hasan Aliaj, që ndjek nga afër të gjithë operacionin. Në dispozicion të operacionit të evakuimit, mbrojtja civile ka vendosur gomonet. Jemi gati për të nisur në destinacion për të evakuar 2 familjet në zonën e Novoselës për të shinave të trenit që janë të rrezikuara nga dalja e Vjosës nga shtrati. Policia e qarkut të Vlorës e ka kryer procesin e evakuimit nëpërmjet koordinimit me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, institucionin e prefektit të qarkut, si dhe strukturat e emergjencave civile në Bashkinë e Vlorës. Prioritet në këtë proces kanë fëmijët, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, si dhe familjet e zonave të izoluara, ndërsa transporti për evakuimin sigurohet nga shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, forcat armatosura apo edhe mjetet e bashkisë. Menaxhimi i strehimit dhe asistencës për qytetarët evakuar realizohet nga bashkia në bashkëpunim me policinë e shtetit, si dhe njësitë e kujdesit shëndetësor, strukturat e shërbimeve sociale sipas nevojës. Në kuadër të këtij procesi sigurohet edhe regjistrimi i të evakuarve në momentin e mbritjes të ambientet e strehimit të përkohshëm, administrimi nevojave bazë, përfshi ushqimet, veshmbathjet dhe ndihmën mjekësore, si dhe ofrimi i informacionit periodik për statusin e situatës dhe masat në vijim. Policia e qarkut të Vlorës është duke mbajtur një peshë kryesore në këtë operacion për evakuimin e familjeve të cilat janë në rrezik nga dalja e lumit Vjos nga shtrati.